Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala ashabihi al-kiram al-muhtaddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Rabbal Alamin. Innaka antal alimul hakim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, lavdë dhe falenderimet i takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, krijuesit e universit, Zotit të botëve. Salavatet dhe selamet më të përzemër ta shkojnë për më të nderuarin e pejgamberanëve, zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar dhe të pastër, mbi çdo sahabi të ndershëm dhe mbi çdo njeri i cili ka pasuar udhëzimin e tyre deri në ditën e Kiametit. E lutim Allahun Xhella Xhelalu që të na mësoj dije të dobishme dhe të na bëj dobi prej dijes që ai na mundson. Ai është më i dituri dhe më i urti. Radh parë ju dëshiroj të gjithëve një Ramazan të mbar. Inshallah Allahu Xhella Xhelalu na mundson që të kemi forcë, durim dhe begati për këtij Ramazani. Ja vlen që të flasim rreth etikës së agjëruesit gjatë muajit Ramazan. Një tematik tjetër është si ta kuptojmë këtë shpejtësinë e nervozus apo zemërimit dhe si ta vetë kontrollojmë atë. Gjithashtu të flasim pak edhe për metafizikën e agjërimit. Kjo pjesa parë është më e thjeshtë, mbasi është trajtuar shpeshherë nga hoxhallarët të cilët flasin gjatë këtij muaji. Pjesa e dytë është pak ka lidhje me psikologjinë dhe me aspektin e brendshëm të njeriut, kurse metafizika e agjërimit vetë kuptohet nga tema e cila e tejkalon pak nivelin mesatar të xhamatit. Megjithatë besoj se do ketë vlera aq sa munden, domethënë, njerëzit që të përfitojnë prej kësaj. Besoj se është me vlerë që ta praktikojnë edhe gjatë muajit Ramazanit këtë. Fillimisht ne të gjithë e dimë që agjërimi është prej këtyre obligimeve madhore që Allahu Xhelle Xhelaluhu i ka obliguar besimtarët, dhe agjërimi përfaqëson një nga shtyllat kryesore të Islamit, ku Allahu Xhelle Xhelaluhu Suratul Baqara ajeti 183 thotë: o ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, sikurse ishte obligim për ata që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Këtu padyshim çdo ibadet që Allahu Xhelle Xhelaluhu ka vendosur për njeriu e ka një qëllim të lartë dhe një mençuri që ndihmon në përmirësimin e jetës shpirtërore dhe fizike të individit. Përmes veprave të adhurimit njeriu pastrohet, rregullohet, ndreqet, zhvillohet, evoluon, duke arritur në nivele dhe virtyte më të larta në raport me qëllimet që Allahu Xhelle Xhelaluhu ia obligon njeriu, për të bërë kështu pra një njeri i edukuar dhe i kultivuar në shpirt, por edhe në moral, i cili është reflektim i atij shpirtit. Dhe ky qëllim është i pranishëm në çdo akt të Islamit në vetvete, në çdo shtyllë të tij, kështu që për të krijuar një harmoni mes botës shpirtërore dhe asaj materiale, mes botës kalimtare, dynjas, dhe asaj e cila është përtej kësaj të ahiretit, si dhe mes individit edhe shoqërisë. Në agjërim, fuqia e këtij ibadeti për Allahun Xhelle Xhelaluhu shfaqet përmes ndikimeve të tij mbi shpirtin dhe sjelljen e agjëruesit, dhe kjo është në përputhje me qëllimin që Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka shpallur në librin e tij të shenjtë, Kur'anin Kerimin, kur ai në fund të ajetit që cituam thotë që ju të bëni të devotshëm, pra takuaja. Dhe të qenit të devotshëm është një cilësi që
përmbledh të gjitha vlerat pozitive që e ndihmojnë njeriu të largohet nga gabimet dhe të mos bjerë në keqësi dhe në gjunahe. Dhe kjo është arsyeja pse devotshmëria, takwaja është ajo që e rregullon sjelljen e muslimanit, zhvillon këto vlerat e mira dhe e mbron nga fjalët dhe veprimet të cilat janë mashtruese apo të gënjeshtra. Sipas edhe një transmetimi të Ebu Hurajres radhiyallahu anhu që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: kush nuk e le fjalën e rrejshme dhe veprimin me të, veprimin sipas fjalës së rrejshme, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijet e tij. Pra njeriu i cili agjeron, mirë po gënjen, mashtron, bën këto llojet e ulta të veprimtarisë njerëzore, Allahu xhalla xhelalu nuk ka nevojë për këtë agjërimin e tij. Nuk ka nevojë, jo se Allahu është i nevojshëm për diçka, por që vlera e veprimit të ibadetit të agjërimit tek Allahu është, edhe sipas disa dietarëve tjerë, është pothuajse e pavlefshme. Dhe në një tjetër hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: përmbajuni nga ndëshkimet ndaj të tjerëve dhe pastrojeni sjelljen tuaj, sepse kjo është në përputhje me devotshmërinë, siç transmeton Imam Tirmidhiu në Sunen. Allahu xhalla xhelaluhu e ka ngritur njeriu në një rang të lartë, duke e nderuar mbi krijesat e tjera. Dhe agjërimi është një stacion, një mundësi për të ngjitur në një shkallë të ngjashme me engjëjt, të cilët janë të pastër nga çdo lloj dëshirë trupore, epshi, duke i përkushtuar jetën vetëm madhërimit të Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kur muslimani agjeron përmes kufizimit të këtyre dëshirave materiale, në një farë mënyrë pasqyron virtytet e engjëjve, të cilët, siç përshkruan në Kur'anin e Kerimin, ata e falenderojnë Allahun natë e ditë dhe nuk ndalen, në Suratul Anbiya ajeti 20. Dhe përmes nënshtrimit ndaj urdhrit të Allahu xhalla xhelaluhu në braktisjen e pasioneve personale, pra epshit, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu në Surat Tahrim ajeti 6, ata nuk e kundërshtojnë Allahut në atë që ai adhuron dhe bëjnë atë që urdhërohet. Në këtë mënyrë, agjërimi i muajit Ramazan jo vetëm që pastron shpirtin, por gjithashtu i afron besimtarët me çaste të shenjta të adhurimit, siç është leximi, siç është dhikri, siç është salavati, duke i ngjitur ata në rang të lartë afër engjëjve, biles edhe më lart se ata. Sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili transmetohet Sahihul Muslim, atij që lexon Kur'an dhe e përmban atë, pra atë që lexon, e vepron, do t'i jepet vendi me engjëjt fisnik dhe të devotshëm. Për më tepër, agjërimi ka si qëllim rritjen e ndjenjës së solidaritetit, gjithashtu edhe me të varfrit dhe nevojtarët, sepse kur një besimtari abstenon, ndalet pra nga ushqimi dhe pijet, ai e përjeton atë që të varfrit dhe nevojtarët përjetojnë, qoftë kjo edhe nga aspekti i fiziologjik i urisë dhe etjes, duke ndjerë në të njëjtën mënyrë edhe vuajtja atyre që nuk e kanë mundësi të sigurojnë ato mjetet e mbijetesës. Dhe kështu rritet edhe kjo fryma e solidaritetit dhe atij unitetit shpirtëror, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet nga Imam Muslimi, thot: përgjigja e besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe dëmshurinë e tyre është sikur një trup. Kur një pjesë e trupit sëmurët, i gjithë trupi ndjen dhimbje edhe ankth. Megjithatë, për të kaluar tek etika e agjëruesve gjatë ditës së Ramazanit, është ajo se si neve të kuptojmë këtë shpejtësinë e nervozës edhe apo të zemërimit, dhe se si neve duhet që ta
që të vetë kontrollohemi. Dhe këtu Ramazani sjell këtë ndryshimin rrënjësor në këtë përditshmërinë e njerëzve në shoqërinë muslimane, ku njerëzit rregullojnë ato oraret e punës dhe aktivitetet shoqërore, sociale, të cilat duhet pra që i përshtasin me sfidat agjerimit, domethënë, duke krijuar kështu pra një farë ambientit veçantë të përkushtimit shpirtëror dhe asaj që cilësohet si disiplinë morale. Dhe këtu agjërimi perceptohet si një akt i pastrimit shpirtëror dhe etik, siç e përmendëm më lart, por ka dhe një realitet tjetër, dhe ai realitet që shpesh shoqërohet me tensione, me mungesë durimi dhe zemërim nervoz të shpejt. Nëse secili për nesh vëzhgon sjelljen e njerëzve gjatë ditës në Ramazan, shpesh përballemi me një paradoks etik ose paradoks moral. Përkundër qëllimit të agjërimit për të përmirësuar moralin dhe sjelljet. Dhe gjejmë shumë individ, shumë njerëz që tregon këto shenjat e irritimit dhe ato të mungesës së durimit. Dhe ky fenomen na sfidon të reflektojmë mbi natyrën e moralit, na sfidon të reflektojmë në ndikimin e faktorëve fiziologjik, por gjithashtu edhe ato psikologjik në sjelljet tona etiko-morale. Dhe ky paradoksi etik qëndron pra në kontrast me qëllimin normativ të agjërimit, atë që ju të bëheni të devotshëm. Pra qëndron në kontrast mes këtij qëllimit normativ të agjërimit dhe realitetit të përvojës njerëzore. Ku në teori agjërimi duhet të ushqejë virtytin e durimit, tolerancës, vetkontrollit. Megjithatë, për shumë njerëz, dita e agjërimit karakterizohet nga ky nervozizmi që tham, shpeshherë dhe shpërtime emocionale. Kjo ndarje mund të kuptohet përmes shikimit të hollësishëm të etikës normative dhe të asaj që quhet si psikologjia morale. Nga perspektiva normative, nga ajo sheriatike, kuptojmë që qëllimi i agjërimit është përkryerja morale dhe shpirtërore, duke e bërë individin më të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tij etike dhe shoqërore. Sidoqoftë, nga një këndvështrim psikologjik dhe fiziologjik, mungesa e ushqimit dhe ulja e nivelit të glukozës në gjak ndikojnë drejt për drejt në aftësinë e individit për të kontrolluar emocionet, për të kontrolluar impulsivitetin. Shkencëtar të neuroetikës dhe psikologjisë morale sugjerojnë se sjelljet etike janë të lidhura ngushtë me këtë gjendjen fiziologjike dhe psikologjike të individit. Ka prej tyre që në hulumtimet mbi fiziologjinë e fuqisë së vullnetit argumentojnë se glukoza, pra sheqernat, luajnë një rol thelbësor në vetkontrollin dhe rregullimin emocional, dhe me uljen e nivelit të sheqerit, pra të glukozës gjatë agjërimit, individi përballet me këtë sfidën e madhe për të kontrolluar zemërimin dhe për të ruajtur në një farë mënyrë durimin. Dhe ky zbulim përputhet me urdhrin etik në Islam që kërkon nga agjëruesit të përmbahen nga zemërimi dhe të kultivojnë atë që quhet në terminologji el-hilm, vetëpërmbajtjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush ju ofendon ose kërkon një konflikt, thuaj unë jam agjërueshëm. Dhe ky udhëzim jo vetëm që ka një dimension etik dhe shpirtëror, por gjithashtu na tregon një kuptim esencial të gjendjes tonë fiziologjike gjatë agjërimit. Dhe tek paradoksi
etik apo paradoksi moral i agjërimit ngrihet nga tensioni midis tash më duhet të përdor disa terma psikologjik i cili quhet domethënë tensioni midis imperativit etik për vetë kontroll. Janë studime të thella dhe asaj që determinizmit fiziologjik, pra qëndrueshmërisë fizike të njeriut që e vështirëson pra këtë lloj vetë kontrolli. Në këtë kontekst, agjërimi mund të shihet si një praktik asketike, pra praktik e cila praktikohet nga evliat e Allahut, që provon këto sfidon dhe provon këto kufit e vetëpërmbajtjes morale dhe të asaj që mund ta quajmë në një farë mënyrë rezistencë shpirtërore. Nga ana tjetër, ka shkencëtarët teorizojnë për shembull ato që e quajnë muskuli moral në psikologjinë moderne dhe sugjeron që vetëkontrolli mund të forcohet përmes praktikës së qëllimshme dhe nga ana tjetër ekspozimit të përsëritur ndaj sfidave morale. Kjo përballja mes nervozave dhe irritimeve apo ndryshimit të humoreve, që mund ta quajmë në një farë mënyre. Dhe agjërimi në këtë kuptim është një stërvitje morale që kërkon nga individi të përballet me kufit e tij fiziologjik, me ato të epshit dhe të trupit, dhe të aktivizojë pra këto që i quajnë muskuj moral për përmbushur normat etike, për të përmbushur këto normat fetare. Në një perspektivë filozofike, agjërimi i Ramazanit mund të kuptohet edhe si një akt i vetkapërcimit etik, i cili kërkon që njeriu të tejkalojë atë formë impulsiviteti dhe të përmbush këtë farë imperativi moral, i cili kërkon kështu që njeriu të vetë përmbahet. Dhe kjo është teorizuar, sikurse edhe nga të famshmit psikolog modern, siç është Emmanuel Kant, në atë teorinë e famshme të imperativit kategorik. Nëse megjithatë nuk që të mos hym shumë thellë në këtë çështje, të cilët ku shumë njerëz edhe nuk mund ta observojnë si diskurs, dhe në këtë mënyrë agjërimi shërben pra si praktik transcendentale, që i tejkalon ato synimet fizike dhe fiziologjike, dhe këtu arrin për të kultivuar atë që quhet si vullnet moral, dhe të forcoj gjithashtu edhe atë karakterin etik të njeriut përmes pra rezistencës ndaj dëshirave bazike, ato që janë nevoja fiziologjike, siç është të ngrënit të pirit apo të afrimit me bashkëshortet. Megjithatë, për të kaluar tek metafizika e agjërimit, unë jam referuar Imam El Ghazalit tek Ihya Ulumuddin në kapitullin e parë, faqja 234, ai tregon si shumë dietar të tjerë musliman, para dhe pas tij, disa nivele të agjërimit, që është es-saum, pra es-saum është në terminologjinë ku në nivelin bazik, pra agjërimi në nivelin bazik ka ndalimin e njohur pra nga vetë sheriati, që është ndalimin nga ushqimi, pija dhe marrëdhënia seksuale. Përtej këtij agjërimi fizik, megjithatë, Imam El Ghazali përshkruan një grad apo një stacion apo një stad më të lartë të agjërimit, ku individi angazhohet gjithashtu me një si ta shqipërosh këtë fjalë, domethënë me një ndalesë intelektuale nga çdo e keqe, përfshirë mendimet dhe dëshirat e ndaluara, të cilat e përulin personalitetin e njeriut.
Dhe është niveli tjetër, një niveli i tretë, i cili është niveli më i lartë i agjërimit, ku sipas Imam el-Ghazalit dhe dietarëve të tjerë musliman të kësaj sfere, është ajo që njihet somul gajr ose somul gajar. Është agjërimi, pra ndalesa nga të tjerët. Dhe këtë neve mund ta përshkruajmë si dimensioni i tretë dhe të fundit të agjërimit, e cila është kjo ndalesa shpirtërore dhe e zemrës nga çdo gjë tjetër, përveç Allahut xhalla xhelalu. Në një farë mënyre, ky agjërim shpirtëror i zemrës, dietarët e këtij profili të zuhdit dhe të tasawufit e quajnë el-fena, e cila mund përkthehet si tretje ose shkërmoqje. Pra ky agjërim shpirtëror i zemrës, që është el-fena, është zhdukja absolute e vullnetit, e volicionit në terma latin dhe identitetit njerëzor në adhurimin e pranisë së vullnetit dhe identitetit të vërtetës. Megjithatë, dietarët musliman që nga koha e Imam el-Junayd el-Baghdadi kanë njohur rëndësinë e një faze më të lartë, e cila është mbas kësaj fenas, mbas kësaj tretjes, që është el-beqa, të cilën neve mund ta shqiptojmë si mbijetesa, në të cilën udhëtari, pra neve që jemi të kësaj udhe në siratul mustaqim, udhëtari kthehet me një rrobë të re të njerëzishmërisë, që është mbizotëruar nga vullneti hyjnor, që për të mund të bëhet një alame, pra një shenjë për kërkuesit dhe udhëtarët e rinj. Dhe pikërisht kjo beka e agjërimit është ajo që neve na intrigon në këtë reflektim. Çfarë saktësisht mbijeton dhe qëndron në një rrobë të re të vullnetit hyjnor, pasi një individ abstenon shpirtërisht me zemrën e tij nga çdo gjë tjetër përveç Allahut xhalla xhelalu. Këtu mund ndjekim një strategji, atë nëse neve mund ta quajmë strategjia akbariane. Dikush mund edhe ta keq kuptoj qëllimin tim me këtë. Akbariane i referohet Sheikhul Akbar Muhyiddin ibn al-Arabi, duke u kthyer tek fjala Allahu xhalla xhelaluhu te Kurani për udhëzim. Dhe kjo metodologji, fjalën saum, agjërim, e gjejmë vetëm një herë në Kur'anin e Kerimin. Dhe ato pikërisht në historinë e Mariamës, nënës së pejgamberit ton Isait alayhis salam, ku ajo urdhërohet të njoftojë popullin e saj nëse ata e pyesin për fëmijën që ajo po agjeronte për hir të Allahut xhalla xhelalu, dhe të bëjmë shenjë tek fëmia që ai, domethënë, mos më pyesni sepse po agjeroj. Pra këtu vjen me fjalën saum. Ndërkohë që fjala siyam, që është emër i veprimit, e cili është gjithashtu agjërimi, përmendet 6 herë. Vetëm njëra nga këto përmendje i referohet agjërimit të obligueshëm në muajin Ramazanit, ndërsa 5 të tjerat diskutojnë agjërimin si shlyerje ose kompensim nga disa lloje të tjera mëkatesh, për të cilat për të mos u zgjatur në ligjërat nuk përmendim ajet mbas ajeti. Sepse nëse do t'i përmendim dhe këto, duhet edhe më pas të përmendim edhe të tjerat. Megjithatë, këtë merreni si formë teorike dhe si pretendim. Në anën tjetër, për veprën që Allahu xhalla xhelalu i referohet të ushqyerit, kulu, hani, hasim një numër të jashtëzakonshëm me 15 përmendje në Kur'an Kerim. Të gjitha këto vijnë në formën
urdhërore. Po Allahu xhalla xhelalu urdhëron njerëzimin që të mbajnë trupat e tyre të ushqyer. Dhe 5 nga këto ajete gjithashtu përfshin urdhrin edhe për të pirë. Pra, jo vetëm për të ushqyer, për të ngrënë, por edhe për të pirë. Kulu washrabu. Ndryshe nga ajetet që trajtojnë agjërimin, ato që urdhërojnë për të ngrënit dhe të pirin nuk kanë asnjë kusht tjetër përveç asaj që duhet ngrënë nga ato që thot Allahu xhalla xhelalu, nga e mira asaj që ne kemi dhënë për ju. Në suratul Baqara, ajeti 172. Pas një reflektimi të shkurtër mbi këto fakte, kjo është metodologjia e Sheikh Muhyiddinit, neve na bëhet e qartë se agjërimi është në një kuptim fena, është tretje, është kërmoqje në një gjendje kalimtare, ndërsa të ngrënit dhe pirja janë mekam, stacion i përhershëm i cili vjen për t'i dhënë një atribut tjetër i cili është beka, është qëndrimi. Megjithatë, ashtu si fena, që është tretja, fena i agjërimit është një abstinencë shpirtërore, pra një ndalesë shpirtërore, po ashtu beka, që i referohet ngrënies dhe pirjes, është më shumë se thjesht kënaqësi në furnizimin fizik. Përkundrazi, fena dhe beka i këtij rituali, pra i agjërimit, janë si fundi dhe fillimi, pra të ngrënit dhe të pirit, por gjithashtu edhe agjërimi janë si fundi dhe fillimi i një cikli të tërë. Ato janë të lidhura dhe e para, që është el fena, agjërimi, e lind të dytën, që është el beka. Kështu, pas arritjes së objektivit të agjërimit, qëllimit pra të agjërimit, nga çdo gjë tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu, të agjëruarit përveç nga çdo gjë tjetër përveç Allahu xhalla xhelalu, udhëtari i kthehet botës me një sy të ri, që e sheh çdo gjë përmes vullnetit të Allahu xhalla xhelalu. Nuk sheh më shenjat pa atë që ai i tregon atij. Nuk përjeton nga dallgët, thon ehlu tasawuf, thon kështu, nuk përjeton nga dallgët dhe valët pa detin që është para, gjatë dhe pas tyre. Me këtë vullnet të ri hyjnor, trupi që kthehet nga kulmi i agjërimit nuk percepton më ushqim, por percepton atë që Allahu xhalla xhelalu thot Kurani Kerim, të ushqyerit të mirën, pra percepton të mirën e asaj që ne kemi dhënë për ju, pra që ushqimi është një e mirë e cila na është dhënë nga Allahu xhalla xhelaluhu. Sidoqoftë, gjendja e agjërimit vazhdon dhe qëndron, pasi ky udhëtari tashmë është në një gjendje të mbështetet mbi gjithë kozmosin si forma të reja njohurie dhe manifestimi hyjnor që e ushqejnë atë zemër që agjëron, por gjithashtu edhe ha mbas agjërimit. Shive sa e mrekullueshme është kjo, le ta quajmë ky konfuziteti apo paqartësia e realitetit. Në kulmin e udhëtimit, forma më e lartë e agjërimit nuk është asgjë tjetër vetëse forma më e lartë e ngrënies dhe e pirjes. Prandaj, disa dietar thonë realiteti është paqartësi, paqartësia është ankth dhe lëvizja është jetë. Dhe kështu po e përfundoj duke u lutur që në këtë Ramazan Allahu xhalla xhelalu të na e pranojë agjërimin dhe lutjet tona dhe të na ndihmojë të arrijmë këtë lartësinë shpirtërore dhe etikën e kërkuar përmes këtij adhurimi të shenjtë që është agjërimi. Amin, dhe lut Allahun xhalla xhelalu që të na i pranojë veprat tona dhe ibadetet tona në vazhdimsi dhe në të ardhmen.